është konsiderueshëm dhe ajo që është më e rëndësishme diskutojmë është që pasoja që sjell ky dëm. Sepse dëmet materiale për momentin vlerësohen në vlerë dhe kanë një vlerë konsiderueshme. Por dëmi kolateral që është shumë i rëndësishëm për diskutuar është këto lloj dëmesh shkaktuar nga fatkeqësitë natyrore janë një nga shkaqet për mos thënë kryesore që largojnë fermerët nga bujqësia, sepse një fermer që i prishet sera është një dëm i konsiderueshëm për ekonominë e atij fermeri, për ekonominë familjare dhe e ka të pamundur pa mbështetjen e shoqërisë, pa mbështetjen e shtetit që të rivë në punë atë serë ta rindërtojë dhe ai shkputet nga bujqësia dhe shkputet edhe nga Shqipëria. Një nga arsyet që ka bërë largimin e fermerëve shqiptar nga bujqësia ka qenë dëmet nga fatkeqësitë natyrore, të cilat nuk kompensohen. Unë kam thënë, ne kemi në kuadrin e aderimit kemi përditësuar ligjin për emergjenca civile me standardet e Bashkimit Evropian. Dhe në mënyrë eksplicite ky ligj në nenin 42 thotë që për dëmet nga fatkeqësitë natyrore në bujqësi kompensohen nga buxhetet e njësive vendore deri në 8% të këtyre buxheteve dhe kur dëmi kalon këtë masë i kalon qeverisë për t'i dëmë shpërblyer. Pra, formalisht e kemi zgjidhur. Ligjërisht është shkruar, por e bukur është që unë kam elaboruar deri në mendimi i konstitucionalistëve. Ne nuk e zbaton njëri, sepse është në fuqi një vendim i Këshillit Ministrave që ka dalë me ligjin e vjetër dhe nuk ka dalë një vendim i Këshillit Ministrave në zbatim të frymës së ligjit të përditësuar, i cili thotë duhet shpallet gjendja e zakonshme që pushteti të vlerësojë dëmet dhe të kompensojë fermerët. Në rast se nuk shpallet gjendja e zakonshme, nuk hyn fuqi ky nen i ligjit. Ky është paradoks, është një ngërç i madh sepse në fakt vendet e Bashkimit Evropian nga ku e kemi marrë këtë ligj të mirë. Si e kanë? Shpallin dhe ata atyre u tregon ligji, ato e kanë kështu. Në momentin që ndodh fatkeqësia natyrore në bujqësi, krijohet komisioni edhe dëm shpërblehet, sepse pa shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Pa shpallur gjendjen e zakonshme. Nuk ka lidhje gjendja e zakonshme me ky ka qenë me ligjin e vjetër, vendimi i Këshillit Ministrave që del gjithmonë mbas ligjit, në frymën e ligjit, që ve kornizat për zbatimin e ligjit.